Në ambientet e Miftynisë së Tetovës u mbajt një takim i veçantë i disa prej gjeneratave të hershme të medreses Alaudin Prishtinë, duke filluar nga gjenerata e vitit 1962 e këndej, në një atmosferë të mbushur me respekt, kujtime dhe vlera të përbashkëta. Organizimi i kësaj sinqerisht ka marrë një kohë të dur, rreth 7 muaj, për të dëbuar gjithë kolegët e medreses, nxënësit, shokët e medreses, por ja arritëm qëllimit me një sukses të madh, me një përgjigje të madhe, që sot elhamdulillah na u përgjigjen një numër i madh pjesëmarrësve të medresantëve të Alaudin medreses Prishtinë. Fillimisht ishte planifikuar vetëm takimi i gjeneratës së 11, por ky takim kaloi pritshmëritë. Thirrjes ju përgjigjen shumë ish medresantë të medreses Alaudin në Prishtinë. Nga rajoni i Pollogut, nga viset shqiptare të Maqedonisë, nga Kosova e Shqipëria, nga Sarajeva e vendet perëndimore, ish medresantët u takuan në ambientet e Miftynisë së Tetovës, e cila mikpriti gjeneratat e mëhershme. Neve në fillim e patëm qëllimin të bëjmë vetëm gjenerata e 11 të bëhet një takim, mirë po pastaj deshti Zoti që sot na gëzoi në një mënyrë të papërshkrueshme, domethënë ky takim i gjitha gjeneratave prej të parës deri në atë të fundit që sot jemi takuar këtu. Normalisht që organizimi i këtij takimi ka pas nevojë kohë për me u organizu, mirë po me ndihmën e Zotit dhe kolegëve, shokëve të cilët u angazhuan për organizimin e kësaj, u arrit domethënë qëllimi dhe sot me fjalë çka do të themi është e pakt. Ishte nder dhe privilegj i madh pjesëmarrje në këtë takim, për cilë gjithë to dashuri vllazërore në mes të gjeneratave të para, dhe ishte kënaqësi e veçantë që ndam dhe bashkë ndam kohën bashkë me profesorëve tonë, gjeneratat e mëhershme dhe gjeneratat e tashme. Është medreseja sikur na përkujton fjalën e Allahut që na mësua innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Vërtet medreseja Alaudin ka bërë të tillë, ka përçuar këtë mision dhe sot shihet e vëllazëria që është formuar baza fetare në medresen e mesme Alaudin në mes të gjeneratave një pasnjëshme. Më kujtojti momentet të cilët kemi kaluar neve si nxënësa në Prishtinë, me gjitha ato vështirësi siç i patë edhe nëpërmjet të atyre fotove në ato ndërtesa të vjetra pa nxemje gjatë natës, por kemi pasur një afërsi njëri me tjetrin. Edhe fotografi që i patë me organizatorin e sotshëm Ali Vebi Mediun, kemi qenë bashkërisht edhe në Kairo, kemi qenë një grup, po edhe kur shkojmë në Sarajevo përsëri u bashkohëm të gjithë bashkë. Kjo që është bën sot, është data 19 korrik e vitit 2026, datë e shënuar për historinë e islamistikës shqiptare, që themelin e ka vënë themelin dhe e kultivon nga Alaudini. Alaudini që ishën sot të një pjesë e madhe e maturonëve që kanë kryer medresën Alaudin, ishte shumë e kënaqshme, edhe është për çdo livdat, iniciativa edhe realizimi. Në emër të Miftynisë së Tetovës të pranishmit i përshëndeti muftiu Selber Xhemaili, i cili uroi mirëseardhje ish medresantëve të Alaudinit dhe përcolli përshëndetjet më të përzemërta dhe në emër të Reisul Ulemas të Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetai. Takimi vijoi me kujtime nga vitet e shkollimit, biseda miqësore dhe shkëmbim përvojash, duke forcuar edhe një herë lidhjet e miqësisë dhe respektit mes ish medresantëve.